Pse e them këtë? Këtë e them sepse normalisht përveç se presionet vazhdueshme të artistëve, të cilën kanë folë dhe më herët, duke qenë se kanë nisur të gjitha këto her pas here, unë kam bërë ankesa nëpër institucionet tona. Sepse realisht i besoj dhe i kam besuar që brenda kuadrit ligjor, ata nuk mund të devijojnë apo të manipulojnë ato proceset. Por që çfarë ndodh? Jam drejtuar inspektoriatit punës, si shumë herë të tjera, dhe nga inspektoriati punës shoh një manipulim të procesit. Manipulim të procesit. Të procesit ndaj kujt? Ndaj meje. Okay. Ndaj procesit duke heshtur dhe ndaj kushteve të punës e tjera. Nuk vjen të shikoj atë që ka për detyrë të shikoj kushtet e punës, mbrojtjen e punojësve të institucionit, por manipulon procesin dhe i quan praktik pune, një relacion të drejtuesit artistik. Dhe praktika punës për lejet vjetore për cilën unë dhe para se të marrë këtë zgjidhjen e kontratës punës në muajin gusht mora një paralajmërim për pushim nga puna, ndërkohë që thot për mungesë pa arsye më shumë se 3 ditë, ndërkohë që Kjo është arsye pse të kanë pushuar tani herë në fund? Jo, kjo ishte vetëm për 2 ditë. Që gjatë muajit shtator unë pas kam munguar, më thonjza, sipas pretendimeve të tyre, 2 ditë në punë. Erjon Velia i mungon 1 vit në punë dhe se kanë pushuar akoma nga puna. Po problemi është që Erjon Velia ende nuk ka folur, se po të flasi mund të pushohet nga puna. Që ti fole. Kështu që kjo është problemi. Kështu që normalisht në shkeljet e ligjit, komisioneri kundër diskriminimit për cilën ka nisur çështjen, e thot qartë në shkresën drejtuar e institucionit, ku thot që gjatë periudhës së shqyrtimit të ankesës, punëmarrësi ka të drejtën të vazhdojë punën sipas kushteve të kontratës. Pra, komisioneri ja thot qartë që nuk mund të ndryshoj kontrata e punës. Pra, nuk mund të vijohet me masa të tilla për largim nga puna, përsa çështja po hetohet apo po, domethënë ka një pezullim veprimi ndaj teje. Ndaj meje nga komisioneri kundër diskriminimit. Domethënë në pikën 4 po të ligjit 15 të komisionerit, thot, në rast se punëdhënësi nuk merr masa për të hetuar dhe për zgjidhur ankesën e diskriminimit, thot, punëmarrësi ka të drejtën e ankesës, që ka bërë të drejtën e ankesës, ka të drejtën të ndërpres punën, pa humbur të drejtën e pagës. Kështu që unë kam pas të drejtën edhe të ndërpres punën, derisa të zgjidhjet çështja e diskriminimit, mos shkoj fare në punë, po unë kam zgjedhur të shkoja në punë, nuk kam munguar, ndërkohë që përsëri vjen ky urdhër për largimin nga puna. Gjithashtu edhe avokati i popullit ka nisur një hetim administrativ për drejtoreshën e institucionit, për institucionin. Për Jona Varfin. Për Jona Varfin, për të cilën ende po e presim, domethënë një reagim të avokatit të popullit dhe përsëri vazhdojmë po prap sulmet. Po pyetja është e thjeshtë, Julian, pse Jona Varfi, me detyrë drejtori i cirkut kombëtar, pushon nga puna për 2 ditë në shtator, dikë që nuk ka të drejtë ta pushojë nga puna dhe mbi të gjitha që rastësisht qëllon të jetë akrobati i parë, shefi i sindikatës.